Dhjetra çadra dhe shezlong janë sekuestruar nga hapësirat publike të plazheve në Shëngjin dhe Ranën Hellun, si pjesë e një aksioni për shlerimin e vijës brejtare nga zaptimet e paligjshme. Task Force ngritur nga Bashkia e Lezhës ka ndërhyrë në disa zona, duke bërë sekuestrimin e pajisjeve të vendosura pa autorizim. Administratori i Shëngjinit Ibrahim Demi ka bërë të ditur se personat që kishin zënë hapësirat publike në kundërshtim me rregullat janë proceduar penalisht. Plazhet e përcaktuara publike dhe ato që do menaxhohen nga bashkia do mbeten të tilla deri në fund të sezonit. Për këtë arsye është ngritur një task force me njësinë administrative të Shëngjinit, policinë bashkiake, tatim taksat e bashkisë, agjencinë e Bregdetit dhe policinë e shtetit. Dhe çdo ditë kryhen kontrolle për cilësinë dhe sigurisht për të shmangur zaptimin e tyre nga individët. Megjithëse janë bërë takime fushata ndërgjegjësuese dhe u është kërkuar që të mos vendosin çadra dhe shazone në zonat publike, sërish kemi raste që veprojnë në kundërshtim me ligjin. Për këtë arsye kemi kaluar në sekuestrimin e çadrave dhe shazoneve që janë vendosur pa leje, si dhe janë proceduar në prokurori personat përgjegjës. Vetëm ditët e fundit kemi mbi 200 çadra të sekuestruara. Nuk do të tolerohet asnjë dhe nuk do të bëhet fjalë për të zaptuar asnjë hapësirë publike apo zona të menaxhuara nga bashkia. Zaptimi i vijës brejtare është kthyer në një sfidë pasi cënohet qëndrimi i liri pushuesve në plazh, edhe pse bashkia ka vijuar me thirrjet publike dhe paralajmërime ndaj bizneseve. Individë të ndryshëm kanë shpërfillur rregullat, duke vijuar aktivitetin në mënyrë të jashtëligjshme. Autoritetet lokale bëjnë të ditur se aksionet do të vijojnë pa ndërprerje gjatë gjithë sezonit veror, me zero tolerancë për ata që cënojnë të drejtën e pushuesve për të shijuar plazhin pa pengesa dhe pagesa abuzive.